Procesi i integrimit evropian i Shqipërisë riktheu përplasje politike në kuvend, ku opozita dhe mazhoranca shkëmbyen akuza mbi përgjegjësinë mbi ritmin e negociatave me Bashkimin Evropian. Deputetët e Partisë Demokratike akuzojnë qeverinë se po pengon ecjen përpara të vendit të drejtë Bashkimit Evropian, duke mos lejuar drejtësinë të veprojë ndaj zyrtarëve të korruptuar dhe duke krijuar sipas tyre arsye për skepticizëm të vendeve anëtare. Nuk ka ndodhur kur ndonjëherë që shqiptarët të ngrihen këmbë dhe mbar bota për imunitetin e Lubi Ballukut, e cila të vërtet shifte gjë tjetër vetëm noteri e vjedhjeve të Diram që vjedhte bashkë me te, nuk mund ta bënit, sepse ishte debati këtu për Lubin dhe ju nuk donit kur të hape ai debat. Se ne nuk jemi këtu fasade juaj. Kemi bërë që ditën e parë ku kemi hyrë në këtë legislaturë, kemi thënë një gjë. Çdo ligj që është i nevojshëm për procesin e integrimit do të ketë votën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kemi kërkuar bashkëpunim dhe na është mohuar transparenca minimale për t'i ditur këto projekt ligje. I kemi kërkuar në konferencë kryetarëve listën e ligjeve, nuk është publikuar, pa ajo lista atje me 23 ligje është asgjë krahasuar me votën kundër imunitetit të zëvendës kryeministres. Ajo është vota që duhej për integrimin. Vota për imunitetin e zëvendës kryeministres, ajo sot po e mban peng procesin. Opozita ngriti shqetësim se po mbetet e jashtë proceseve vendimarrëse për çështje madhore që lidhen me integrimin, ndërsa kërkoi zhvillimin e një mocioni me debat për ecurinë e negociatave. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla ju përgjigj kërkesës duke deklaruar se mocioni për integrimin evropian do të zhvillohet gjatë muajit maj. Unë kam thënë konferencë kryetarëve, në datën 7 apo në datën 14 maj, le ta zhvillojmë këtë debat për cilin kemi rënë dakord në muajin maj. Po sot ju dashnorët më të rinj të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ja ku e kemi listën e plotë të ligjeve të parafrimit legislacionit të përmbushjes së kritereve, parakushteve të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ligj po i marr me radhë, po 23 ligje. Në asnjërin prej tyre nuk gjendet asnjë vot pro e juaja. Pjesë e debatit u bë edhe kreu i Partisë Mundësia, Agron Shea, i cili kritikoi mënyrën se si po trajtohet procesi në kuvend, duke theksuar se Shqipëria po shmang llogaridhënien parlamentare për çështje që lidhen me integrimin dhe reformat kyçe. Sipas tij, mungesa e transparencës dhe debatit të hapur dëmton jo vetëm procesin politik të brendshëm, por edhe besueshmërinë e vendit përballë partnerëve evropian. Si është e mundur që zhduken kërkesat për interpelancë, zoti kryetar, nga programi punës? Ju nuk mund ta shmangni llogaridhënien, zoti kryetar. Duhet të dilni para shqiptarëve, tregoni se si keni vjedhur paratë e tyre, se si Belinda Balluku, kjo qeveri dhe ushtari Ulaj ka vjedhur dhe po vjedh 1.3 miliard euro nga paratë e qytetarëve shqiptar. Nuk e shmangni dot llogaridhënien. E tentuat në të gjitha mënyrat, me gjykatë kushtetuese, me votën kundër arrestimit të Belinda Ballukut. Sot me urdhër të Edi Ramës është mbledhur kolegji i bashkuar i gjykatës së lartë për të shmangur për të nxjerrë nga burgu të akuzuarit për korrupsion ose për të shpëtuar nga burgu ata që sot janë në hetim. Nuk e shmangni dot llogaridhënien. Në të njëjtën seancë, mazhoranca socialiste përdori votat e saj për të rrëzuar propozimet e Partisë Demokratike për futjen me procedurë të përshpejtuar të projektligjit që synon uljen e çmimit të naftës. Demokratët argumentuan se kjo nismë është e domosdoshme për të lehtësuar barrën ekonomike mbi qytetarët, ndërsa socialistët e konsideruan të pajustifikuar urgjencën e kërkuar.